Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Arestohet ish zëvendës kryeministri i Maqedonisë Severiu Tartan Grubi, mëngjesin e së hënës rreth orës 6 në vend kalimi kufitar Bllac është paraqitur ish zëvendës kryeministri i parë i Maqedonisë Severiu Tartan Grubi, mbi të rëndon një mandat arresti ndërkombëtar. Ai akuzohet për shpërdorim të detyrës zyrtare lidhur me llotarinë shtetërore. Në këtë dosje, ai po hetohet së bashku me Përparim Bajrami, ndërsa sipas pretendimeve bëhet fjalë për një krim me vlerë rreth 8 milion euro. Nga 9 dhjetorit 2024, grupi ndodhet në listën e zezë të Departamentit të Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës për përfshirje në korrupsion të konsiderueshëm përmes marrjes së rishfetit për të minuar procese gjyqësore. Diritantë shqiptare vijojnë të trondisin sportdashësit në Maqedoninë e Veriut. Nënkryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim përmes një postimi në profilin e tij ka treguar ndaj koreve raciste në ndeshjen e futbollit të Sport Klub Bashkimi me Sport Klub Vardar. Tifozët maqedonas kërkoni dhoma gazi për shqiptarët dhe shqiptari mirë shqiptari dekur, vrisni shqiptarët. Faton Ahmeti në postimin e tij kërkon përgjegjësi pasi deri më sot nuk ka pasur asnjë reagim. A ka reagim dhe dënim për thirrje skandaloze shqiptari mirë shqiptari dekur, dhom gazi për shqiptarët, vrisni shqiptarët, apo dhe kjo do të kalohet në eshtje, shkrua nënkryetari i Bashkimit Demokratik në Maqedoninë e Veriut. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Prokuroria e Elbasanit fillon hetimet për dëmet që kanë sjellë bllokimin tërësor të qarkullimit në aksin rrugor Librasht-Pogrades. Hetimet nga Prokuroria e Elbasanit kanë nisur për veprat penale shpërtorimi detyrës, shkelje barazisë në tender apo ankande publike, shkatrimi rrugës, ndotja e ajrit apo tokës. Për këtë qëllim është krijuar një grup hetimor. Kreu Autoriteti Rrugor Shqiptar, Amik Ozeli, shpjegon se po punohet për hapjen e një bypassi i cili do të bëjë të mundur shmangjen në vijim të segmentit të dëmtuar dhe të urës që sipas tij ka dalë jashtë funksionit. Ura që e thamë edhe dje është e vitit 97 me dëmtimet që ajo ka pësuar këto ditë, praktikisht do të thoja që është degraduar dhe jashtë funksione. Për ne si institucion është e rëndësishme që janë të pajisura me lejet përkatëse të gjitha punimet që zhvillohen në këtë segment. Dhe do doja të thoja që këtu gjithsesi në ky segment ose më saktë gjithë korridori 8 parashikon edhe mbrojtje lumore. Pra nuk jam në gjendje të jap një përgjigje lidhur me hetimin e prokurorisë, pasi nuk kam dieni, por për ne si institucion është shumë e rëndësishme që kontraktori është i pajisur me gjitha lejet për punimet që po zhvillon. Bllokimi i lëvizjes në juglindje të Shqipërisë rrezikon të dëmtojë ekonominë e vendit. Më së shumti rrezikojnë të preken marrëdhënie tregtare me Greqinë dhe Maqedoninë e Veriut. Me këto dy shtete u realizua një volum tregtar prej 117 miliard lekësh në vitin 2025, importe plus eksporte, ose rreth 1.2 miliard euro. Kjo shumë sipas Instat përbën rreth 1/10 e volumit tregtar. Për 2025 në volumit tregtar me Greqinë, importe plus eksporte ishte rreth 960 milion euro. Ky shtet është partneri i katërt i importeve në vend pas Italisë, Kinës dhe Turqisë, ndërsa Maqedonia e Veriut është partneri i 7 për eksportet. Këshilli i mandateve mblidhet për të trajtuar kërkesën e SPAK për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres së Shqipërisë, Belinda Balluku. Vendimi për mbledhjen e Këshillit të Imunitetit erdhi disa ditë pasi Komisioni Evropian i kërkoi Kuvendit ta trajtojë pa vonesa kërkesën e prokurorisë së posaçme. Heqja e imunitetit të Ballukut nga Kuvendi do të jap rrugë arrestimit të saj, qoftë ky arrest me burg në shtëpi apo dhe kontroll banese. Antarët e Këshillit mblidhen pasi gjykata kushtetuese rrëzoi kërkesën e qeverisë për pezullimin e masës së gjykatës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit që pezulloi nga funksionet publike zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.